Ai më ndalon në rrugë edhe më thot të lutem më jep 1 minutë kohë. Mirëmbrëma të dashur miqtë e mi. Sonte pranë jush do të vi me një letër të shkruar nga një vajzë, unë do ta quaj një vajzë angjëllore. Kjo është një letër që do t'ju përlot të gjithëve. Në këtë univers ku ne jetojmë, ne e dim shumë bukur që Zoti na sfidon. Zoti na sjell sfida të ndryshme. Dikush ka fatin që të rritet me aromën edhe me ndjenjën e nënës, dikush e ka fatin që nënën të mos ta takoj kurrë në jetë, por të takoj një nënë e cila do të kujdeset më së shumti se gjithçka për të. Dhe kjo nëna është një vjerë heroin që këtë nusen e ka bërë që kjo nuse të jetë e bekuar në jetë dhe falenderuese gjithmonë. Ajo ka dashur që ta shkruan jetën e saj dhe të tregon një histori se çfarë i ka ndodhur me vjerën e saj. Mirëmbrëma Tiranë. Uroj që të jesh mirë dhe këtë letër ta lexosh në mënyrën më të bukur siç din ti. Faleminderit. Unë që po të shkruaj jam nga Berati i bukur. Rastësisht më dolën rrëfimet e tua dhe u mundova të gjej kontaktin edhe e gjeta. Dua të ndaj historinë time. U linda në një familje që e kam dëgjuar që ka qenë një familje shembullore. Teksa po rritesha, të afërmit e asaj familje më thonin që ti je njëjtë si nëna jote, ti ngjason nënës tënde. Pas humbjes të jetës nga babai im, nëna ime sapo më kishte lindur. Unë ka qenë 1 muajshe kur babai ndroi jetë. Vite më herët, gjyshi im ka tentuar pafund, ashtu siç ma kanë treguar historinë, që nënën ta largoj nga unë edhe ta martoj në familje tjetër. Sepse nga fakti i mentalitetit, thashë themeve, ajo vajzë do të rriste një fëmijë në derë të babait, por pa mbiemër, pa baba. Nëna ime nuk ka qenë e martuar me babain tim. Unë kam ardhur në jetë si pasojë e dashurisë të tyre. Dhe ato kanë vendosur pas shtatzanisë që të bëjnë dasmën, por universi ka patur plane të tjera. Mua mami më dërgoi në jetimore. Më dërgoi në jetimore në Elbasanit. U rita atje. Jetova për disa vite dhe më pas më sollën tek shtëpia e fëmijës në Tiranë. Në moshën 14 vjeç kam ardhur në Tiranë. Unë e dija që isha jetime, e dija që nuk isha prindër, por çdo herë kur vinte një prind të adoptoj një fëmijë, unë i ngjitesha për këmbësh të lutem më merr mua. Por kjo gjë nuk ndodhi. Vitet kaluan deri në moshën 18 vjeç dhe unë duheshte më të kujdesem për veten time. Sa e vështirë ishte që të dilja në rrugë. Nuk kisha se ku të shkoja. Edukatorja e jetimores, të cilën e dua pafund, në ditën që unë duheshte të largohem sipas ligjit nga jetimorja, më mori edhe më strehoi në shtëpinë e saj. Ajo kujdeseshte për mua, ndërsa unë mundohesha që edhe të studioja, të mësoja, edhe të gjeja një vend pune. Gjeta një vend pune në një shitore ku shiteshin këpucët. Fillova që të punoja aty. Në fillim ishte shumë e vështirë për mua, por avash u mësova. Kur isha
e parë në shkollë, shkoja në punë pas dite. Dhe kështu ana sjell tash. Pronari më respektonte jashtëzakonisht shumë, më deshte tepër dhe më mbante si vajzën e tij. Ndërsa unë thoja që në këtë botë unë e kam Zotin prind. Ditët po kalonin dhe rastësisht një ditë në këtë shitore vjen një djalë. Një djalë zeshkan, i bukur, me një trup mahnitës. Kërkonte disa atlete dhe më dha një kompliment. Më tha je shumë e bukur. Unë u trëmba edhe u largova me një herë duke e thëritur shefin. Unë u la tek tavolina ku mbanim lekët ndërsa shefi e shërbente. Ai djalë u largua. Të nesërmit, ai erdhi përsëri. Pas nesër erdhi përsëri dhe unë ndjehesha intimiduar nga ai. Kisha frikën që të shkoj edhe në punë. Nuk e dija unë që ai mua më ka ndjekur se ku jetoj dhe ku kam apartamentin. Një ditë teksa po ikja në punë, ishte ditë e shtunë, ai më ndalon në rrugë dhe më thot të lutem më jep 1 minutë kohë. Ndalova si e ngrirë. Tha të lutem a mundemi të pim një kafe. Mua më ke pëlqyer që në momentin e parë kam folur edhe me pronarin tënd, unë dua të njoh dhe këtë punë e kam shumë seriozisht. Nuk doja që ta pranoj pa me ikur në punën time, edhe pse në fakt më joshi. Shkoj i them pronarit, ma tha ky çuni këtë gjën. Pronari për lotër më tha po e di, të pëlqen shumë. Unë tha ja njoh këtë jati, janë familje shumë e mirë, e jepi një mundësi, pije një kafe. Kur vendosëm që të pim kafe, që ishte ditë e jetëm, e mbaj mend ai më kishte bërë disa dhurata. Dhe erdhi duke më përqafuar një herë si njeri, e më pas duke më treguar që unë të njoh shumë mirë. E di jetën tënde dhe historinë tënde, por nuk dua të më flasësh për të kaluarën. Dua të më tregosh se çfarë ti ke arritur me mësimet e tua. Aty e ndjeva një mbështetje të jashtëzakonshme. Fillova që të ndjem krenare. I tregoja se çfarë notash kam, sa vjeç e kam, sa e suksesshme jam, sa punoj. Dhe ai gjatë gjithë kohës kënaqeshte duke më dëgjuar. Kështu vazhduan ditët e tjera, të lumtura dhe me shumë nostalgji. Pas 1 muaji që ne të dy takoheshim, ai vendosi që të më prezanton me nënën e tij, që kishte një marrëdhënie të jashtëzakonshme. Një grua që më dha dashurinë që në momentin e parë kur më takoi. Më përqafoi fort edhe më tha, po ku je moj bi, mirë se do të vish në shtëpinë tonë. Aty ndodhi ta them edhe fejesa jonë. Më vuri një unas në gisht dhe ikëm prej atij vendi tek zysha ku unë jetoja për të marrë rrobat dhe për ta falenderuar dhe për të pozicionuar në familjen time të re. Kur shkova në shtëpinë e tyre, nuk e dija që ato kanë një pasuri të maramëndshme. Një shtëpi luksoze, tepër e bukur dhe shumë dinjitoze. U munduan që të më respektojnë pafund. U munduan që të më mësojnë. U munduan që të më edukojnë, por edhe të më socializojnë. Sot, unë i bëra 2 vite në këtë shtëpi. Jam e lumtur jashtëzakonisht shumë dhe kemi vendosur që muajin tjetër të martohemi. Unë dua të falenderoj vjerën time dhe i them mami të dua shumë. Faleminderit që më dhurove lumturinë në jetën time. Faleminderit që më dhe shpirt edhe dashuri. Faleminderit që më bëre të jem një femër më e lumtur në botë. Ajo nuk më konsideron si nuse, por më konsideron si bi. Nuk e besoja që universi dhe Zoti vërtet bën kaq prekulli.